me qenë disa prej komunëve që ka me qenë pra shumë ngusht. Pra një rezultat shumë të ngusht. Po, është ky photo finish, quhet, ndoshta disa prej komunëve mund vendosen edhe votet nga diaspora, kështu me radhë, por do të ketë disa prej këtyre komunëve që deri në votën e fundit derisa të numërohet nuk do të dihet sakt. Po kjo është e mirë tek fundit e balotazhit, arsyeja pse mbesin dy kandidatë është të determinohet njëri si fitues absolut ose të determinohet një fitues me pak vota. Tek e fundit arsyeja pse bëhet balotazhi është kjo që dy kandidatë më të votuar për raundit parë të provojnë të marrin shumicën në raundin e dytë dhe kësaj të dalin fitues. Por edhe një herë unë po them që dalja më e madhe kur jemi tek dalja e votuesve e legjitimon më shumë kryetarin që e fiton atë komunë se sa dalja më e ulët. Edhe fatkeqësisht po shohim edhe kësaj radhe që ka dalje të ulët, megjithëse shumë prej qytetarëve ndoshta kanë vendosur që me e bojkotu në thojza procesin ose mos mu pajtu me në vendim të kandidatët ose degës që të përkrahet një kandidat ose tjetër. Këto kemi pa, këto lloj lëvizje të votuesve kemi pa edhe në zgjedhjet e procesit e kaluar ku kanë vendosur mos me dal fare